إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falenderojmë Allahun e plotfuqishëm, sunduesin, krijuesin absolut, atë falenderojmë ta I kthehemi ndihmën, faljen çdo herë prej Tij e kërkojmë për çdo gjë që ne kemi nevojë. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja dërgojna pejgamberit ton alayhi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarë muslimanë të cilët e pasojnë dhe deri në ditën e gjykimit dëshmojnë dhe deklarojnë se nuk ka Zot I cili adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, kurse pejgamberi alayhi salam është I dërguar I Tij I fundit. Atë njeri që Allah e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet me deviju, kurse ai I cili devijon duke I pasu qefet, epshet e tij personale, prap nuk ka udhëzues për të përveç mëshirës së Allahut nëse e ka planë. Të nderuar xhamatli, jemi në xhuman e fundit të këtij muaji Ramazan, këtij muaji të bekum, e sot një javë inshallah do ta falum xhuman e Bajramit e do ta falim së bashku edhe Bajramin. Pra ne jemi në ditët e fundit, e ditë këto që të cilat janë ditë të numëruara, ayaman ma'dudat. E ajo që më rëndësishme e dim është pikërisht nata e Kadrit. E nuk ka dikush që mundet me përshkru ma mirë natën e Kadrit se sa vetë krijuesi edhe Zoti I saj Allahu subhanahu wa taala, I cili në Kur'an thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khajrum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر." Ne kemi zbritur atë Kur'anin në natën e Kadrit. E çka të boni ty me ditë se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në këtë natë zbresin me laqet për gjitha çështjet. Në krye me melaqen kryesore, komandantin e melaqeve Gjibrilin alayhi salam, dhe kjo natë është paqe, bekim deri në agimin e mëngjesit. Me të vërtet është një natë ndryshe nga netët e tjera, edhe shumë e veçantë për besimtarët të cilët e besojnë Allahun subhanahu wa taala. Dikush mundet me shikua dhe me thonë është natë e zakonshme kështu me syrin e njeriut, edhe ashtu mundet me u duk. Mirë, po nuk është e zakonshme dhe është shumë e jashtëzakonshme nëse e imagjinojmë se si duket në anën tjetër nga ajo bota tjetër për cilën na shumë pak dim, e që quhet bota e gajbit, apo bota e asaj që ne nuk mundemi me shqisat tona me e shiku edhe me e imagjinu, mirë po vetëm mundemi me imagjinu deri dikon. Andaj me të vërtet është një natë e madhe që për ta dim diçka, nuk është se nuk dim asgjë, mirë po dim aq sa na ka tregu Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhis salam përmes haditheve të tij. Një natë e cila zbresin me laqe, grupe, safa edhe zbresin në tokë për mi vizitu besimtarët, edhe me të vërtet numri tyne është I madh. Ne sot jemi në botë për afërsisht 8 miliard njerëz në krejt rruzullin toksor, mirë po dikush mundet me mendu se me laqe nashta ka si njëjt ose ma pak apo ma shumë. Mirë po numri me laqeve është shumë ma I madh dhe nuk krahasohet me numrin e njerëzve. Neve atje pejgamberi alayhis salam na tregon në një hadith ku është përmi këtë qabën tonë që kena atje në Mekë, është edhe një qabe, është një qabe në Bejtul Ma'amur atje, në qiellin e 7, ku në atë qabe jo njerëzit mirë po me laqet bujnë tavaf edhe sillen rreth asaj qabe atje në qiellin e 7. E 70.000 me laqe, thot pejgamberi alayhis salam, për çdo ditë
sillen edhe bojnë tavaf rreth asoj qabe atje ku është në qiellin e 7, edhe se ato vetëm një herë, jo për çdo vit, edhe jo një herë 50, jo një herë 10 vjet, mirë po ato me laqen për mrena një dite, dhe me thonë, një jetën e tyre një herë e bojnë një tavaf, edhe më nuk i vjen randi atyne me e bo tavafin deri në ditën e gjykimit. Andaj, nëse ne sot e bojmë një numërim të vogël, edhe e shohim se për çdo ditë me shumëzu ka 70.000, me siguri se kanë me dalë atje miliarda e triliona, ka me dalë numri i milaqeve. La ya'lamu junud rabbika illa Allah, nuk e din numrin e milaqeve dhe të ushtrisë së Zotit askush tjetër përveç se Allahut. Pra numri i milaqeve është shumë i madh, është me miliarda edhe me triliona atje, ne nuk e dim, mirë po e dim se është shumë, saqë në një hadith përshkruhet se numri i milaqeve është më i madh se sa numri i guralecëve. Na nuk mujna me marr me mend se sa shumë to ka guralec, andaj numri i milaqeve është shumë më i madh. E çka po thot Allahun për në surën e natës së Kadrit, pra këto milaqe me emrin e Zotit zbresin në natën e Kadrit, edhe vinë edhe për gjitha çështjet për caktimin e një viti se çfarë do të bëhet, vinë edhe i vizitojnë, mirë po kënd e vizitojnë. A shkojnë në çdo vend tokës, ato shkojnë në shumicën e vendeve tokës, mirë po në veçanti me laqet shkojnë atje ku janë vendet më të dashura fillimisht, vendet më të dashura për Allahun janë xhamit. Pra ne i kemi me argument se xhamit janë vendet më të dashura tek Allahut në tokë. E që mas shumë të i vizitojnë xhamit, në veçanti besimtarët që ato net i kalojnë duke u falë edhe duke u lutë në xhami, pastaj i vizitojnë edhe burrët e shtëpive të besimtarëve dhe rrugët e kështu me radhë, pra kudo që ka besimtar musliman, ato shkojnë edhe i vizitojnë dhe çfarë bojnë? Ne kemi transmetime atje ku me laqet, kur të shohin besimtarët duke u lut, apo duke mësu, apo duke përmend Zotin, ato i ngrejnë durt edhe lutin edhe bojnë amen që o Zot pranoja o këtyn me robëve tu se këta po lutën për ty, pranoja o nevojat e tyre edhe ngritja atje në qiell. Prandaj me të vërtetë është një natë shumë e madhe dhe shumë e veçantë për neve si besimtar musliman, të cilët e kemi pasur fatin me caktimin e Allahut të bëhemi musliman dhe të jemi këtu ku jemi, e ne duhet të jemi falendërues edhe mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj besimtari i mëshëm dhe njeriu i mëshëm këtë natë duhet me e kërku edhe me ja ditë fillimisht vlerën, e pastaj kur t'ja din vlerën edhe mundet me shfrytzu pak më mirë se sa sendet e tjera. Me cek edhe një me qenë se lidhet me këto 10 net e fundit, ne e dim se nata e Kadrit është një natë, mirë po ajo është e mshefur edhe është e fshehur dhe për neve është, nuk mujna me ditë bashkë saktësisht se në cilën natë është, a është 21-ën, atë 20-ën, a 25-ën, apo 29-ën e kështu me radhë. Pejgamberi a.s. shkon Gjibrili te pejgamberi a.s. dhe atina ne e dim se ka pasur lidhje të ngushtë Gjibrili a.s. dhe dashuri të veçantë për pejgamberin tonë a.s. edhe shkon edhe i tregon ja Rasulullah, nata e Kadrit është filan natën. I tregon, i thot nata e Kadrit është filan natën, edhe pejgamberi a.s. gëzohet shumë se ai e ka ditë çfarë natë e madhe është pejgamberi a.s. E ka ditë vlerën e saj, edhe gëzohet shumë, edhe del prej shtëpisë vet për me i njoftu besimtarët me gëzim edhe në qeft madh ashtu, del për me i njoftu se Gjibrili edhe ma shpalli se më tregoj se nata e Kadrit është filan nata. Mirë po, me caktimin e Zotit edhe urtësinë e tij dhe çdo gjë që ndodh me urtësinë e Allahut s'ka dyshim, ai kur del pejgamberi alayhis salam në qeft madh edhe në gëzim ashtu se kam i kallzu tash besimtarë për një punë shumë të madhe, sa po del prej shtëpisë, prej xhamisë ato që e ka ofër, me njerë haset në 2 musliman cilët janë duke u grindur edhe janë kap me njani tjetrin. Në mujnë Ramazan, i ju në kap, si kurse nashta kushtimisht me mujtë me thonë se ndoshta edhe i ka kap Ramazani, mirë po jo Ramazani, po i kanë kap teket e tyre, e që
duke mos e komentuar më shumë ngjarjen, pejgamberi alayhis salam i shet dy veta që ja kanë nisë për fjalosën edhe i kanë thënë fjalë kogja nalt, edhe janë nervozuar edhe pra duke u kacafytur ndërmjet veti. E pejgamberi alayhis salam në muajt Ramazanit kur ti sheh këta dy që janë kop ashtu edhe po dojnë me u përla me njëri tjetrin, ky për veti mbi vete pe marr një mesazh të madh që dën m'ia kallëzu pra një mysh dhe një gjë shumë të madhe, kur ti sheh ata dy që kanë kop në vend që me konë duke bënaj punë të hajrit, ata në Ramazan dhe të desh me u përlesh, pejgamberi alayhis salam nervozohet e skuqet edhe shkon ata i ndonë normalisht, edhe mirë po për shkak të nervozës, edhe për shkak të mërzisë që pishe ata ashtë, dënë Allah që me ju largu prej mendjes edhe harrën pejgamberi alayhis salam se çka i ka thonë Xhibrilin cilën natë atje. Masi qetësohet, i bjen men pejgamberit alayhis salam, masi ka lënë kjo situatë qetësohet, i thot atyne unë dola për me ju kallëzu për natën e Kadrit se kështu erë Xhibrili më kallëzoi. Mirë për kur e pash këtë situatë kështu, hupi prej mendjes edhe e pas na harru se cilën natë është nata e Kadrit, mirë po ajo që po më kujtohet, thot pejgamberi alayhis salam po më kujtohet se Xhibrili më ka thonë është në net të tek, në natën e 29, në natën e 21, 23, 25, 27 ose 29. S'ka dyshim se kjo ngjarje ka ndodhur me urtësinë e Zotit edhe me caktimin e tij, dhe se nëse na sot ndalemi edhe e imagjinojmë edhe mendojmë nëse sot kish me qenë e ditën se nata është nata e Kadrit, s'ka dyshim se krejt muslimanët s'ka dyshim, mirë po edhe ata ndoshta që s'janë musliman kishin me thonë hajde të shkojna edhe të bojna ibadet edhe në këtë natë për shkak se është natë e madhe, pra kishin më bën në një farë mënyre jo të sinqert me ibadetin edhe me adhurimet e tyre, se veç një natë po lutemi edhe masi ka më e mirë se 1000 vjet, më e mirë se 1000 muaj, pra 1000 muaj i bjen 83 vjet, më e mirë se një jetë, hajde po lutem veç një natë edhe nashta na mjafton për krejt. Por Allahu ka desh që për shkak tyne se jo vetëm një natë, mirë po krejt net e Ramazanit janë të veçanta, edhe i kanë ato begatit të mirat e veta, ka desh Zoti që me angazhu neve si besimtar, me na angazhu pak ma shumë që jo veç natë të Kadrit me angazhu veten edhe me përfitu, mirë po me i shfrytzu edhe këtë natë të tjera, pra me urtësinë e Zotit ka ndodhur kjo gjë që pejgamberi alayhis salam e ka harru bashkë cila natë është, mënyrë që neve me na angazhu 10 natë e mrama, jo veç një natë, mirë po 10 natë e mrama me angazhu na veten tonë me ibadet e me lutje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj me qenë se kjo natë është shumë natë e mirë edhe shumë e përzgjedhur, me laqet zbresin atje edhe i vizitojnë besimtarët, edhe është shumë natë, veç me imagjinu është shumë natë e veçantë, atën ja vlen për neve me lodh pak veten edhe me lënë ndoshta pak pa gjumë. Dikush ka mundësi mu fal ma shumë, dikush ka mundësi për të ma e dashtën me lexu Kur'an, dikush ka mundësi 2-3 orë mi mbaj durt për pjetë, durt e ngrituna edhe me bu doa, pra se cili ka mundësi me bu një vepër pak ma shumë, dikush ka mundësi me nejt me u fal ma shumë, pra ata që ta ka lecu Allah për me bu qatë vepër është mirë me shtu gjatë tyne 10 netve të fundit që kanë bet, e tash kanë bet ma pak se 10 net edhe 6 net për afërsisht, andaj të mundohemi edhe të shfrytëzojna në maksimum këto net fundit që kanë met të Ramazanit, na e lusim Allahun që ai neve me na mundësu me arrit me e kalu natën e Kadrit duke i bo ibadet atina dhe jo duke qenë të pakujdesur me diçka tjetër. Pastaj pejgamberi alayhis salam në një hadith na tregon se veprat vlerësohen edhe shpërblehen sipas përfundimit. Ka plot prej njerëzve, prej muslimanëve që Ramazanit nuk janë nisin bashmir, janë nisin nashta lëdh apo ligësht e kështu me radhë, e që thojnë valla s'ku mujt me na i gati edhe diqysh e kap një farloj pesimizmin vetvete se ta shkoj Ramazani s'mujta me bu kurgjë, edhe thot hajti kale edhe këtë ditë, kështu i vinë ato vezveset negative që ja kalon pasojat, pra shejtanet që ja kalon para Ramazanit që vezvese me u preokupu se ti s'mujte me shfrytzu, hajtë edhe këtë ditë kalojnë që shkalojnë mirë, po jo përkundrazi, pejgamberi alayhis salam thot veprat vlerësohen sipas
përfundimit në një hadith. Andaj, pra i që i bjen se ta përfundojna në Ramazanin me një mund edhe me një angazhim shumë atë madh, për shkak se kur Zoti neve na sheh që na i kena dhënë atë mundin tonë në fund, shumë lehtë ka mundësi që ai neve na bën kabull pjesën tjetër edhe na pranon dohet edhe pastaj gjendja jonë na përmirësohet. Për këtë arsye edhe ne duhet me dhon mundin edhe angazhimin tonë. Kurse pjesa e fundit dhe përmbyllëse e kësaj hutbie të xhumaje është në lidhje me zakatin dhe sadakatul fitrin, e që s'ka dyshim se sadakatul fitri është për gabimet që eventualisht besimtari ne si musliman mundemi me i bë gabime të ndryshme gjatë agjërimit, gjatë Ramazanit, e që kërkohet prej neve me dhënë në fund të muajit të Ramazan. E prej juve si besimtar musliman ne kërkojmë që prej atyre ndoshta më e mira që është ku mundemi ne me i dhënë është pikërisht Bashkia Islame e Kosovës, e cila është shtëpia më e mirë e gjithë neve dhe shtëpia më e përbashkët, për shkak se është institucioni i vetëm ku kujdeset për jetën fetare dhe shoqërore këtu pra në Kosovën ku ne jetojmë, dhe siç e dimë të ardhurat e vetme edhe asfar kontributin e vetëm Bashkia Islame që e ka përmes vakëfeve dhe përmes kontributeve që njerëzit i dhojnë, edhe nuk ka ndonjë të ardhur tjetër që i pagun imamat e kështu me radhë që kujdeset për mirëmbajtjen e xhamive e me radhë. Andaj, me të vërtet, e kemi apel për ju që domethënë zakatin dhe sadakatul fitrin të japi në adresë të Bashkisë Islame të Kosovës, institucionet që i ka degët e saj, këshillat, xhamit e kështu me radhë. Andaj, Zoti ju bekoft, ja ushtoft juve, dhe për fund si çdo herë e lutim Allahun që ai neve të na bën prej atyre që në veçanti të shfrytëzojmë të net fundit të Ramazanit dhe të kalojmë natën e Kadrit me ibadet, dhe inshallah Zoti na bën kabull agjërimin, duat, lutjen, namazet dhe gjitha veprat e mira, e në fund kur dalemi në fund ditën e Bajramit, Allahu na mundsohet me dal prej atyre që janë përmirësu dhe jo prej atyre që nuk kanë bën ndonjë përmirësim në jetën e tyre. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.